Mirdita motër, unë kam një pyetje për ju te Mateu 8 nga vargu 28 deri në 34, por do t'ju bëj vetëm pyetjen. Po, mirë, te Mateu 8, 28 deri në 34. Po, pasi i kishte çliruar të demonizuarit nga frymrat e liga, populli pa drejtësisht i kërkoi Zotit Jezu Krisht që të largohej. A ishte kjo sepse nuk donin që ai të çlironte më shumë shpirtra, apo sepse nuk besonin në të? Mirë, sepse ajo krahin ishte një krahin me njerëz mosbesues dhe ata ishin atje duke dëgjuar dhe ata jetonin duke u marrë me magji, duke praktikuar shortarin, jetonin duke adhuruar demon, frymra, idhuj dhe sigurisht që edhe ata kishin ata që praktikonin shortarin, magjistarët e tyre që merreshin me magji dhe kur Zoti Jezu Krisht u shfaq atje duke predikuar ungjillin dhe duke bërë mrekulli, thuhet se Zoti i çliroi ata dy persona, ishin dy persona që thuhet se ishin të pushtuar nga shumë demon. Kur ata persona u çliruan nga ata demon, ata thanë, kjo nuk është në të mirën tonë. Nuk është në të mirën tonë sepse ky erdhi të na marr biznesin. Biznesin që kemi këtu, ky erdhi të na e marr. Ai është konkurrencë për ne, kështu që nuk është për të mirën tonë. Jezusi Nazaretit largohu, shkon në një territor tjetër dhe na lër këtu të qetë, sepse ne jemi këtu mirë me magjistarët tanë, me ata që merren me shortari dhe duke bërë të gjitha këto gjëra, kjo është ajo që ndodhi. Ai popull jetonte shumë keq, jetonin shumë keq përpara Perëndis. Ata ishin në të vërtet instrumenta të djallit, ishin sklever të djallit dhe nuk donin që Zoti të bënte mrekulli për mirë, por ata të gjithë donin të vazhdonin të jetonin nga ai biznes, sepse për magji dhe shortari ata marrin para për këto gjëra. Ndërkohë që për gjërat e Perëndis nuk duhet paguar, ato janë falas. Zoti çliron falas, pa pagesë, por magjistarët, ata që merren me fall, ata po duhet të fitojnë. Dhe prandaj u zemruan sepse ishin ata që sundonin, urdhëronin në qytet dhe prandaj e dëbuan Zotin Jezus sepse po shkatronte biznesin. Atyre nuk u interesonte jeta e përjetshme dhe as nuk u interesonte të kishin paqe, të kishin lumturi, të jetonin me Perëndin. Atyre nuk u interesonin këto gjëra. Mirë, kështu që ne mësojmë nga çdo gjë apo jo. Edhe sot do të ketë vende ku njerëzit do të mendojnë në të njëjtën mënyrë, me siguri. Të mos dyshojmë për këtë, por ne tani jemi të përgatitur. Jemi me Perëndin ton dhe Perëndia po jep lumturinë e vërtetë.